Koha është për bisedën në studio, i themi Mimrama Bake Berishës, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Do të luhet java 10, por po shohim një renditje që ndoshta nuk e keni pritur asgjë Trepçat në pozitën e parë, ndërka skuadra tjera pas saj. Është kjo befasi apo? Po Florim, mendoj se ka diçka edhe kur është fjala për befasi, por në përgjithësi kam bindjen se në nxjerrjet e kaluara kanë treguar realitetin momental në futbollin kosovar. Faktikisht mendoj se ajo që ka treguar deri tash, që kanë treguar në fakt të skuadrat, është rrjedhë e logjikshme e renditjes tabelare, kuptohet me disa përjashtime. Ka pasur befasi për të keq, për edhe për të mirë, por megjithatë kam bindjen se pozita dhe renditja e skuadrave është në bazë dhe në përputhje me atë që ka futbollistët kanë treguar gjatë 2 muajve e më shumë. Nuk janë shumë 4 pikë të Trepçës larg pozitës së dytë. Po është herët, mbase nuk e ka pritur askush, mirë po e kemi thënë edhe më herët se Trepça 89 është befasia më e këndshme e këtij stinori, më i thënë, pasi deri përfundim të fazës parë kanë mbetur edhe 2 gjira të zhvillohen. Trepça 89 ka pasur shumë ndryshime në fillim të stinorit, fillim të edicionit të ri, edhe shumë futbollistë cilësor janë larguar prej skuadrës, nuk është pritur një paraqitje e tillë, mirë po me punë, me angazhim, futbollistët e kanë arritur atë çka kanë dëshiruar, edhe pse e pranojnë vetë se janë befasuar, mirë po nga ndeshja në ndeshje po shihet se Trepça ka një skuadër solide, një skuadër kompakte, kështu që edhe rezultatet nuk po mungojnë. Se dalim të ndeshjet e javës së 10, Trepça 89 luan kundër BSSP-s, ka bilanc pozitiv 100% në shtëpinë e Riza Lushta. 4 ndeshje, 4 fitore. Zakonisht Trepça 89 luan mirë kur në Riza Lushta, jo vetëm këtë edicion për edhe më para. Udhëtimet kanë qenë problemi kryesor i Trepçës 89 gjatë viteve të kaluara, mirë po në këtë edicion Trepça 89 edhe si mysafir ka pasur disa rezultate shumë të mira. Sa i përket ndeshjes me Besën, kuptohet është vetëm një fitore deri më tani si mysafir, 3 barazime. Kuptohet, po të shikohet renditja edhe paraqitja deri tashme, atë del se Trepça 89 është favorite absolute, por unë nuk kam një bindje të tillë, madje kam bindjen se Besa nuk është as pak skuadër më e dobët. E them këtë në bazë të përbërjes futbollistëve, por deri më tash Besa nuk e ka treguar veten, ka pas disa probleme për mua të pakuptimta, kështu që kryetrajneri Ganisidiu ka pas vretje të mëdha ndaj paraqitjes futbollistëve, dhe është e qartë se deri më tash nuk e ka arrit atë që ka dëshiruar. Mirë po, në ndeshje të tilla, në derbi, çfarë është me Trepçën 89, atëherë nuk do t'i mungoj, jam i bindur se futbollistët të janë, nuk do t'i mungoj dëshira edhe motivimi. Edhe terreni pritet të jetë i përshtatshëm. Fusha e përshtatshme, kanë futbollistë edhe kështu që mund befasojmë, pse jo. Shpresojmë të mos ketë treshra të që të shohim një spektakël vërtet futbollit. Shpresojmë paraqitje të mirë. Kush do ta fitojë këtë përballje? Cili është mendimi? Për mua gjasat janë barabarta, kështu që gjasat më të mëdha është që rezultati të kryhet i bardhë. Kalojmë të shtunën luan edhe 3 ndeshje tjera, Prishtina takohet kundër Trepçës. Prishtina që vjen pas humbjes në shtëpi nga Trepça 89. Po. E kemi thonë edhe më parë se Prishtina, edhe pse ishte në pozitë të parë, kishte fitore të njëpasnishme, nuk ka kënaqur me lojë, më shumë pozita e saj ka qenë rrjedhë e gabimeve të skuadrave rivale. E kemi të qartë se Prishtina ndeshjet e fundit ka arritur fitore minimale, pastaj një barazim edhe humbja e fundit me Trepçën 89, e cila duket se i ka tronditur shumë, por me atë që kemi pa, nuk ka qenë fare befasi. Është bërë zhurmë e madhe dhe pothuajse të gjithë flasin se faktori kryesor pse Prishtina ka psu, ka qenë mungesa e dallkut. Normal që mungesa e dallkut
është e rëndësishme, mirë po, kam bindje se ka pas diçka edhe më shumë aty dhe nuk ka qenë vetëm mungesa e dakut arsye se Prishtina. Në 3 ndeshjet e fundit Prishtina ka realizuar vetëm 1 gol. Atë kundër Ferizajt në minutat e fundit. Po është parë se Prishtina ka probleme, ndoshta e ka po edhe kryetrajneri dhe shtabi teknik këtë, prandaj ka bërë disa ndrime në ndeshjen me Trepçën 89, po mendoj se pikërisht këtu ka qenë gabimi kryesor i shtabit teknik të Prishtinës. Kemi parë disa risindje përbërje, pastaj ndrimet pozitave dhe kjo ka qenë dështimi më i madh. Prishtina është gjithnjë më vështirë për shënon gol, kurse në përbërjen e saj mungon futbollisti më i mirë i edicionit të kaluar, Shend Kelmendi, i cili nuk po paraqitet, nuk e di unë arsyen kryesore, arsyen mirë po paraqitet vetëm në pak minuta. Pak minuta ose apo hiç, me Trepçën 89 nuk u paraqit hiç, edhe pse është me Lavina Tasmonin i cili ka qenë golashnuesi. Po sigurisht faktikisht këta sulmuese kanë shpëtuar Prishtinën që të mos largohet nga elita e futbollit në edicionin e kaluar. Pas përfundimit Shend Kelmendi kërkoi të kalojë në Skënderbeun e Korçës, nuk i lejoi klubi dhe tani si duket aty është një përçarje, ata mendojnë se futbollisti ndoshta po nuk dëshiron paraqitet. Klubi ka qenë pengesë e kalimit i? Po, klubi ka qenë pengesë përkundër marrëveshjes që Shend Kelmendi ka pasur me drejtuesit e Skënderbeut. A mund t'ja marrë Trepça 1 pikë Prishtinës? Trepça ka 3 barazime si mesafer. Vështirë është pritet që Prishtina në 2 ndeshje të ketë paraqitje të dobët. Përkundër dëshirës madhe të futbollistëve të Trepçës, ata nuk janë fare efikas edhe vështirë është që në duel me Prishtinën të shpëtosh pa shënuar gol, e Trepça është vërtet në pozitë pa lakmueshme dhe vështirë për shënëm. Kalojmë të një ndeshje tjetër, Feronikeli Liria. E ka kthyer Feronikeli atë formën që është pritur tani apo? Po për dallim nga Prishtina, Feronikeli nuk e ka filluar kampionatin mirë. Madje kishte 2 humbje radhazi në fillim, pastaj më vonë edhe me Prishtinën, mirë po me kalimin e kohës, skuadra është këndellur, e ka gjetur lojën, e ka gjetur formën, e ka gjetur 11-in, edhe thjesht e ka gjetur formulën deri te fitoret, prandaj është normale që po radhiten fitoret një pasnishme, kështu që jam i bindur se kështu do të vazhdoj Feronikeli të paktën deri në përfundim të pjesës parë. Sa i përket Liris, vendas është shumë e rrezikshme dhe Liria si zakonisht, Liria ndër vite një që skuadër e cila po të luante vetëm në Prizren, ndoshta mund të bëjë edhe kampione, mirë po kur del jashtë Prizrenit është krejt një skuadër tjetër dhe këtë duhet ta kenë qartë. Mbase e kanë qartë edhe drejtuesi i klubit edhe kryetrajneri Ramis Krasniqi, mirë po i ndodh çdo vit e njëjta situatë futbollistëve të Liris. Kush do ta fitojë këtë ndeshje? Favorit absolut është Feronikeli. Drenica Drita është një ndeshje tjetër që luhet të shtunën. Drenica po shuhet me paraqitje. Ka vetëm një fitore si vendas, ka 2 barazime, 2 humbje. Në anën tjetër Drita me krizë të thellë të rezultate, po Drenica po tregon paraqitje solide. Ismet Munishi. Drenica si vendas si mysafir, atëherë po ka paraqitje solide. Për dallim nga Drita, e cila gjithsesi është befasia më e madhe në aspektin negativ, ka bën ndrimin e trajnerit dhe tani është rasti ideal i kryetrajnerit të ri Ismet Munishi që ta dëshmoj veten. Është folur shumë, është shkruar shumë për Ismet Munishin, mbase edhe janë tepruar disa gjëra, por tani e ka rastin ideal që ta tregoj veten dhe pikërisht në Skenderaj të bëj diçka, përndryshe Drita është në pozitë shumë të A beson që Ismet Munishi mund ta ringjallë Dritën? Ka futbollist me të cilë ka punuar edhe më herët. Po, edhe është një fakt interesant që pikërisht në stadiumin e Drenicës, Ismet Munishi është all kampion me KS Kosovën. Ka kujtime të mira nga ai. Sigurisht ka kujtime, por ndeshja me Drenicën është vetëm një ndeshje, një ballafaqim i edicionit, kështu që i mbetet shumë për të punuar. Është e vërtetë se Dritës nuk i mungojnë futbollist, nuk i mungojnë cilësia futbollistëve, por duhet gjetur atë 11-in më të mirë, duhet përgatitjen e duhur. Tash po vjen fundi i edicionit, tash vjen shprehje përgatitja fizike, jo vetëm futbollistëve të Dritës, por të gjitha skuadrave, dhe ato skuadra që kanë përgatitje fizike më të mirë, atëherë sigurisht do të mbesin sipërfaqe dhe do të kenë rezultate më të mira.
Gjilani Hajvali është një ndeshje tjetër që luhet të dielën. Për futbollistët e Gjilanit duket se me ndeshjen derbi kundër Dritës ka përfunduar edhe ky edicion. Prandaj nuk kanë rezultate të pritura edhe kanë befasuar për të keq. Njëjtë është Hajvalia që nuk po arrin. Hajvalia prej fillimit ka pas rezultate jo të mira, prandaj nuk besoj se është në gjendje të bëjë diçka më shumë, mirë po duke parë se Gjilanit i mungojnë shumë futbollistë për shkak të kartona të kuq edhe lëndimeve, atëherë pse jo? Hajvalia e befasoi Dritën në Gjilan, është fusha e mirë, pse jo? Motivi nuk mungon, atëherë edhe Hajvalia mund të bëjë diçka. Ndeshja fundit është Feriza e Llapi. Feriza që po kalon krizë thellë, rezultate Feriza ka probleme të brendshme. Ato i ndodhin shpesh, ndrimet të trenerëve, pastaj ka pak knatësi të shumta, drejtues të skuadrave nuk janë nivelin e duhur. Kam bindje se në Ferizaj kur drejtues të skuadrave janë në opozit, punojnë shumë më tepër, por kur vinë në opozit, atëherë i zëgjumi edhe kanë probleme edhe me komunë, edhe me përfaqësues tjerë aty, kështu që e ka shumë vështirë, mirë po Llapi vjen pas një humbje në tavolinë nga Fernikli pas asaj. Llapi do të shihet se sa është në gjendje Llapi të këndellët pas them ashtu nokautit që e pësoi në duel me Fernikelin, me përjashtim të asaj ndeshjes, Llapi ka qenë skuadër shumë e mirë, ka pas rezultate shumë të mira, ka një skuadër shumë mirë, se a do t'ja arrijë qëllimin edhe në Ferizaj, gjasat i ka reale, por mbetet shihet. Kanë kaluar në Xhiro, kush mund të jetë kampion i vjeshtës? Kemi edhe 6 apo 7 Xhiro që do të luhen. Kush mund të jetë kampion i sinorit vjeshtor? Po natyrisht tash 4 pikë nuk janë pak për Trepçën 89, Trepça 89 ka gjasa reale, mirë po edhe Prishtina dhe Fernikeli janë në lojë dhe mund të arrijnë. Do të thotë mes këtyre skuadrave mes këtyre tria skuadrave mendoj se Besën po e Besa për sinorin vjeshtor nuk mendoj se mund të bëjë diçka më shumë. E kam fjalën që nuk llogarisht që të bëhet kampion i sinorit. Mirë po, kampionati është i gjatë, është pranvera, mund ndodhin risi të mëdha nëpër skuadrën, nëpër përbërje, përforcime, afati kalimit, kështu që befasit janë mundshme. Për fund do dolim edhe te lista e shënuesve më të mirë. Në top 10 që mungojnë shumë shënues që në të kaluarën në vitet e fundit në fakt kanë qenë më të mirët. Po kemi disa Gjoni Trepçës 89 që i prindi të shënuesve, Gjoni prinë renditjes. Granit Arifaj. Po, Gjoni prinë renditjes dhe është një emër i panjohur për ne. E ka shfrytzuar rastin si është më së miri, madje edhe drejtuesit e Trepçës edhe futbollistët e tjerë, trajneri janë befasuar me paraqitjet e tij veçmas në ndeshjet e fundit, kjo pasi domos në paraqitje kundër Prishtinës dhe ka gjasa që aty të mbetet nëse vazhdon kështu. Qemal Leshani është një futbollist i cili ka befasu. Jo pse përpara nuk ka luajtur mirë, gjithnjë ka qenë ndër më të dalluarit. Mirë, po nuk është shquar aq shumë si goleshënues. Tani ka shfrytzuar rastin mungesën e Kastio të Regjës në Besë edhe po shfrytëzon si është më së miri duke shënuar pothuajse në çdo ndeshje. Granit Arifaj vazhdon me formën e tij. Po, Graniti është një futbollist i cili vërtet ka cilësi, ka shkputje të mirë edhe nuk është befasi pse është ndër më të mirët. Është befasi mungesa në top 10 për shembull e Blerand Kurtishajt, pastaj është Enes Zaberxha, nuk është në mesin e 10 shënuesve më të mirë. Kemi Labinot Osmanin, gjithta i shënues më të mirë në Kosovë. Po Labinot Osmani ka pak paraqitje, faktikisht nuk mund të jetë, masi nuk po paraqitet fare, jo vetëm në ndeshjen e parë, por edhe si zëvendësues. Sa i përket Blerand Kurtishaj, duket se në ndeshjet e fundit e ka arritur atë formën e duhur, natyrisht 2 gola ishin ai kundër Llapit, por nuk i llogaritën, sigurisht do të ishte më lart. Do të ishte në mesin e top 10-s. Po. Pastaj është Shkumbin Saliu i cili duket se u ngop me ato 4 golat. Jo vetëm Shkumbini, por edhe Firizoj e tepruan ndoshta me gola në ndeshjen e parë dhe tash i ka zërë gjumi. Kurse Florin Berbatovci zakonisht është në mesin e shënuesve më të mirë. Ka qenë shënuesi më mirë Kosovë. Po, edhe është e logjikshme. Baki, nëse s'ke diçka për të shtuar, falenderoj që ishit sonte në studion e Arenës.
Faleminderit, ishte kënaqësi.